Por çështja qëndron. Pyetja bëhet, sa i aftë është kryeministri shqiptar për të kaluar në stad të ri të ekonomisë tregut në Shqipëri. Këtë po pres unë, këtë presin siç duket edhe ata ndërkombëtarët. Shohim, varet nga kryeministri. Ai e ka në dorë. Pas të buzëqeshnit pak më parë kur bepi lajmin që në politikën vendase, kryesisht tek kryesia e PD-s do të ketë miratime për ndryshimet në statut. Nuk besoni as pak në këto lëvizje që bëhen brenda subjekteve politike në Shqipëri? Kryesisht në PD? Në një vend jo demokratik, i cili drejtohet nga një mbret absolut, nuk duhet të kesh shpresë për demokraci. Kjo është aksion, besoj se e dini dhe ju. Një parti që drejtohet nga një individ, i cili është absolut dhe s'pyet askënd, nuk ka vlerë historike në lidhje me demokracinë e një vendi. Kjo është PD-ja. Që nuk të shpia asgjë kundi. Urdhë? Nuk të shpia asgjë kundi, pavarësisht të qenit absolut në forcën brenda. Nuk të çon në asgjë kundi, sepse ka dhe një gjë, se absolutizmi i tij ka dhe një minus. Që është? Non grata në Amerikë. Zotrin, qofse është një non grata në Amerikë dhe nuk e kupton dhe po lufton për pushtet, je naiv. Sepse po merr pushtetin del Shqipëria non grata. Kjo nuk diskutohet. Pa ai nuk luan për pushtet, se unë nuk mund ta akuzoj, ai e di gjendjen e tij dhe ai duke ditur se është dhe në proces penal, vazhdon pozicionin e tij politik. Ashtu do vepronja dhe unë, ashtu do t'i thosha dhe unë si kur t'isha avokati, që del në politikë për treguar që unë jam akoma i njohur në opinionin tim publik për atë që do ndodhi në lidhje me procesin e tij penal. Shumë e saktë, s'kam ndonjë gjë, unë jam avokat. Po për te i ligjit avokat, çfarë do ndryshoj kjo në procesin e tij gjyqësor? Nuk ndryshon asnjë gjë se e ka spaku. Po mira, i bën përpjekjet e tij, ne nuk mund t'ja ndalojmë përpjekjet. Do të atëre për të sqaruar. Një individ, për mos merremi me emra, një individ i caktuar i cili ka akses të madh në opinionin publik, kudo që të jetë, në çdo vend evropian demokratik, po ka filluar procesi penal, ai natyrisht që do të drejtohet për krahasjet vet në opinionin publik. S'është gjë e vogël ajo. Kjo po ndodh në Shqipëri dhe është brenda normës dhe s'ka asnjë gjë antiligjore. Sa pastaj do të përkrahej opinioni publik në lidhje me këtë çështje në zgjedhjet e reja, ajo nuk e dim. Por që gjasat duket që nuk do të jenë masive për shkak edhe të votimit të bërë si kandidat, që ka marrë shumë pak. Shumë pak, në rregull. Ato janë fakte. Po e kemi thënë që në demokraci fuqia është shifra. Po, numri është. Numri, nuk diskutohet. Sa e ke përqindjen? Në këtë kontekst e a menjanon mundësinë edhe partive të reja për të fuqizuar më tepër në procesin e ardhshëm zgjedhor për shembull 2027 lokale? Ne do të jemi të saktë se ju lutem. E gjithë politika perëndimore është bipolare. Edhe këtu politika është bipolare, dy parti janë. PS-ja dhe PD-ja. Nuk mund të fantazojmë kot se ju japim njerëzve një pasqartësi. Nuk ndron me dy pole. Bipolariteti nuk ndron në demokraci. Që nga Anglia e deri në Shqipëri. Dy partit e mëdha. Dhe këto janë dy partit e mëdha. Se cila fiton nga ato dhe sa fiton nga ato, pastaj kjo është një çështje që do diskutohet gjithmonë. Por Partia Socialiste po shkon gjatë në pushtet. Dhe pyetja është, manipulon votat? Jo. Po çfarë ka ndodhur? I kanë rënë